nëna hena kështu që ne vazhdojmë me surpriza. Përshëndetje. Mirë se ju gjej. Nëna hena, ç'bën? Si kalon? Me shëndet? Mirë? Ç'bën? Si je? Mirë. Si keni kaluar? Mirë. Të gjithë mirë? Mirë dhe mirë. Mirë, faleminderit. E moj nëna, si je? Mirë, si kalon? Me shëndet? Nuk dukesh. Faleminderit Zotit. Nuk je moshë të madhe ose nuk tregosh? Moshë të madhe jam. Është të fatë që mos tregosh. 83 lash, kam 84. Edhe 100 të besh, o nëna. Faleminderit. Edhe zemrën e gëzuar. Kjo është bazë. Nëse njeriu ndihet mirë, më ndërisht mirë moshën tuaj, pastaj memorien bravo. Xham. A më je kënaqur sa? Ne po keqeria sa. Mirë, le të themi. Vetë mia që jam vetë. Kjo vjen kjo çupa me orar. Shumë të dëgjom për zonë, punë për zonë. Bravo. Po, dua. Të punoj vetë. Të kuptoj. Të Mos kish e në shëndetin. vendit. Po dëgjoj mua, të kish shëndetin. Të lëvizësh aq sa mund. Po nuk më dhem gjë me që kjo. Unë çuditën tërë me mua. Mua nuk më dhem gjë. Unë kam dredhjen, e kam nervore. Dridhem kemët edhe me dredhuritet trupë. Se po mos mbar, bie fikot. Apo ja të kanë lënë vajzat këtë mundësi me zonja që të vërtiten. Ti 4 vajza. 4 vajza. 4 vajza. Unë erdha mbas këtij gëzimi të ka erdhur nipi nga Amerika. Nipi. Erisi. Erisi ka. T'jam dasmën, e takova jashtë. Një djalë i shkëlqyer. Është djali i vajzës, kushi? Djali i vajzës del i kësaj shtëpie. I kësaj shtëpie, që ke ardhur ta takosh. Dëgjoj me nëna, dikush donte të të falenderonte, të bente këtë ditë akoma më të bukur, këto çaste të lumturisë të t'i shtonte. Kush mendon nëna se më ka dërguar mua? Unë jam surpriza Maria. Dhe vi për të sjellë këtë shport me fruta, për të lexuar disa fjalë të bukura, që vërtet një nenë henë, që je vërtet si henë. Të mendoj. Kush mendon ti? Tash kam shumë mua të E morën vesh në fakt që erdhi Erisi, ja një ndihmë po ta jap. E morën vesh edhe thanë, a mund t'i çosh një sport me fruta dhe ti lexosh disa fjalë zemre? Kush mendon ti? Kush mund të jetë? Dëgjoj. Unë kam 4 supa që lumun që i kam. I pash me jetë, nuk kam më bukur. Kanë bërë këtë shumë për mua, edhe benca se merren me. Kam 4 dhëndorë të shkëlqyer, që mos të rajime. Po, Të të zotit kushi. zeshti. Po. Edhe atë të voglin fare. Po Erisin më kanë thënë e ke pikë të dopët, apo jo? Erisin e ke pikë të Këtë e dopët. lehtë, Kështu që që se ndrojme asnjë. kënaqësia është e madhe. Mirë nena, unë nuk dua që të Është mundon. djali i parë që na është lindur. S'ka më bukur. Të Mbas 4 vajzave ty të ka ardhur një djalë, të ka bekuar Një Zoti. vajzë çupa. Që ka Po, e bërë di. djali. Edhe thoshte çupa ti me njëra. U bëm një skuadër voleybolli, thoshte edhe gjeni Ja, çupur. arti. Na bëri kjo thoshte. Çeve. Erdhi Erisi, erdhi Princi. Po, më dëgjoj pak nena. Për ty nëna jone shtrenjtë. Ti sot nuk i ditëlindje, apo diçka të veçantë, por është dëshira jone të themi disa fjalë zemre dhe të ta bëjmë këtë ditë të paharruar. Nuk ka fjalë që mund të përshkruaj mirënjohjen dhe dashurinë që ndjejmë për ty. Ti je drita që na ndriçon rrugën në çdo hap të jetës sonë, forca që na mban bashkuar dhe zemra që rrehi gjithmonë për ne, pa u lodhur kurrë. Me durimin, sakrificën dhe përkushtimin tënd, na mësove çfarë do të thotë të duash, pa kushte dhe të qëndrosh e fortë përballë çdo vështirësie. Çdo arritje e jona mban brenda një copës nga mundi dhe dashuria jote. Sot duam të themi faleminderit për gjithçka që ke bërë dhe vazhdon të bësh për ne. Faleminderit për përqafimet që na shërojnë shpirtin, për fjalët që na japin kuraje dhe për dashurinë që nuk njeh kufi. Ti e bekimi ynë më i madh, nëna jone dashur, me shumë dashuri dhe mirënjohje, 4 vajzat e tua. Shumë faleminderit. Nuk kam më bukur. Po është këtu. Një super foto, pse i? Ke dalë mes trëndafilave. Mua më ngjan kjo shtëpi e kushit këtu apo jo? Të çupa ti me Nena, këto frutat janë gëzuar,
të kalosh ditë të bukura me Erisin, unë nuk e di sa ai do të rije të kënaqë, të shmallesh. Erisi është në punë, ka lënë punë. Nuk është se do rish. Si dhe lej vetë një avlej. Mos të marr shumë kohë, unë po t'jap një përqafim në emër të vajzave dhe po shkoj. Kënaqësi që të kam jetë dhe shëndet dhe vajzat i ke shëndosh. Kënaqje shumë, faleminderit shumë. Unë Nena, bëra një gabim, kam lënë buqetë. Dhe ne emocionojemi, një buqetë aty jashtë, a mund ta marrë? Ja, po ta sjell. Nena, surpriza më e bukur që ekziston. Kushi? Ba! Po ti A të kënaqja? Që nuk desha të vi një. Si dukesh? O, që ka Me nena, si do të ta jepja vete këtë buqetë, me trëndafilat buq që tregon dashuri. Më mirë se sa vajza jote. E mira, mama, se mira. Edhe unë e njoha personalisht, bravo për kulturën, edukatën që i ke dhënë. Dhe dashurinë. Si ke qenë? Është pa që da. Shumë mirë jam të si ushërova. Ushërova të si jo. E shikon si erdha. Ardhe një ergjenë që të mbetë si ardhe. Mirë, që më parë kemë të tharë. Pastaj do të kështu. Faleminderit për buqetën. Si që për nësë në djallit që edhe. Leqerit të mbare dhe Që po si do zemra. Edhe gjithë të mira. Unë po ju përqafoj dhe po largohem, po ju leko se vetëm për 2 ditë je kushi të shmallesh me mamin të. Me këtë nënë të mrekullueshme. Atër të rrugë që me kur Po ja vlen për nënën. Ato tam dhe aty jashtë ja vlen, veç për nënën ja vlen. Më vjen së kur si ti. Jo, unë jam bërë si nuk jam në Kënaqësi që të kam njohur, shumë si ke emrin, ka që mirë që e ke. Ndriçoke si Hela. Unë të presë vish në shpinë time. Pa me rakë, me shumë dashuri. Se kur të vi kushi, do të duket kur të vi unë. Kushi të falenderoj, dasho? Shumë gjithë të mira, gjithë të shëndet. Se nga fyber 100 vjetë, ta kemi sa më gjatë në një që të gëzojnë. Shumë të mira. Kajo shi bukur. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.